Pyetja që shtrohet është kjo. Pse kryeministri i Shqipërisë bën rolin e budallajt? Pse bën sikur nuk e kupton se për çfarë ligj po flitet? Pse nuk i anulon amendamentet e ligjit 21/2024? Pse nuk e fut për shqyrtim në seancën e javës tjetër për shembull? Kërkesën për shfuqizimin e ligjit e kam depozituar unë, e kanë depozituar edhe kolegët e opozitës. Nëse s'keni kohë tani në korrik, pse se lini anulimin për seancën e shtatorit? Ju që deri dje s'kishit kohë të prisnit për trenin që ishte nisur për në BE, tani s'pas keni kohë për kërkesën eksplicite të komisioneres për zgjerim. Pse jo në seancën e parë të shtatorit? Pasi ta keni shijuar natyrën dhe Bregdetin në Karaibe, në Maldive, a ku shkoni ju me pushime të nderuar koleg, pse nuk ktheheni në shtator dhe ta mbroni natyrën dhe Bregdetin shqiptar? Thjesht duke ndjekur rekomandimin e komisioneres për zgjerim. Pra, për i theksoj, duke shfuqizuar ligjin 21/2024 për amendimet që i keni bërë ligjit për zonat e mbrojtura. Është një pyetje shumë e thjeshtë që ju drejtoj të gjithë deputetëve të mazhorancës, edhe besnikëve të deklaruar të Edi Ramës, edhe atyre që bëjnë sikur bëjnë opozit brenda partisë. Edhe Taulantit, që qenë ka pishtari vlerave të së majtës, njohës i thekur teorive politike nga marksizmi e kush e di se deri ku, edhe Erionit që po zgërdhiet, edhe Elisës që s'nodhet në sallë, edhe Zegjines që se ka mendjen, kushdo mund të dalë të kërkoj që në shtator të vi për shqytim ligji 21/2024. Po ju them me emra që gjithëve të keni mundësinë e replikës prandaj. Pse nuk kërkoni të futet në rend të ditës? Përgjigjen ndaj kësaj pyetjeje nuk e pretendoj vetëm unë, e pretendojnë gjithë protestuesit aty në shesh për plot 47 ditë, e pret edhe komisionerja për zgjerim. Por jo prej 2 ditësh që kurse ja përmendi në fytyrë Edi Ramës, por prej 7 muajsh që prej dhjetorit të vitit 2025, kur kjo kërkesë eksplicite ishte pjesë e kapitullit 27 të negociatave. A thua vallë, treni i shpejt për në Bashkimin Evropian nuk gjeti dot një vagon për anulimin e ligjit 21/2024. Si shpjegohet që kjo kërkesë u injorua në dhjetorin e vitit të shkuar? E nëse u harrua, si ka mundësi që u injorua kur më 7 maj të këtij viti, pa nisur ende protestat, por pasi që bërë rrethimi me tela me gjëmbë e plazhit në Zvërnec, pasi ishin futur makinerit e rënda, që sipas ministrit të mjedisit, ishin aty për të shtruar rrugën me asfalt gjeologëve që kryenin matje. Më 7 maj pra, nga kjo sallë, ku vendi ju përmenda unë shkeljen që po kryej ndaj kërkesës së kapitullit 27 të negociatave. Pse nuk e dëgjuat atë ditë? Pse nuk e dëgjuat më 21 maj? Po prap nga kjo sallë, të njëjtën kërkesë ju shtrova. Dhe sot, plot 47 ditë protestash të vazhdueshme, protestash që detyruan komisioneren për zgjerimin që ta përmente në fytyrë kryeministrit shqiptar kërkesën për anulimin e ligjit 21/2024, Edi Rama ende bën sikur se kupton pyetjen. Si ka mundësi që ta tolerojmë një karagjozllëk të tillë, të këtyre përmasave, në arenën ndërkombëtare? Ai bën sikur s'kupton, të tjerët që i kanë shkuar pas, bëjnë foto dhe qeshin. Kjo është qeveria shqiptare, ky është përfaqësimi i Shqipërisë në Evropë. Pyetjes se pse protesta e detyroi Edi Ramën që ta ulte kaq poshtë diplomacinë shqiptare, mund t'i përgjigjemi me fakte. Dhe faktet janë këto. Ndërkohë që bëhej sikur harroi kërkesa për anulimin e ligjit 21/2024, rrethoi me tel me gjëmba plazhin e Zvërnecit. Fillonte shkatrimi i natyrës pas një dokument të vlerësimit të ndikimit në mjedis, pas një leje zhvillimore. Dokumentet të cilat ja kërkova në interpelancë ministrit të mjedisit dhe edhe ai bëri sikur s'kuptoi. Por vetëm me një projekt që mbaj në sirtarin e Edi Ramës, e që kur e pa punën pis nga protestat, doli dhe tha se s'ka projekt. E vërteta është kjo. Kërkesa e Bashkimit Evropian për anulimin e ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, në vend se ta ndalte, e përshpejtoi shkatrimin e natyrës përmes betonit që pastron paratë e trafikantëve drogës. Atë që këta në Zvërnec e shesin si zhvillim turizmi, e që në fakt janë thjesht vilat personale të pasanikëve, me sa duket do ta ndërtonin pa leje.
E më pas do t'i legalizonin me ligjin për legalizimet. Ishte protesta që ndali këtë skem banale, grabitje dhe shkatrimi.